Superliga e basketbollit shqiptar për meshkuj po shkon drejt finales së madhe dhe Teuta Basket, krenaria e qytetit, është tashmë një fitore larg saj. Mbrëmjen e së enjtes në pallatin e sportit Ramazan Njala në Durrës u luajt ndeshja e tretë e play-offit. Teuta Apollonia e përfunduar me rezultatin 82-81. Teuta Basket mori një fitore të madhe në një sfidë dramatike duke kaluar në avantazh në serinë gjysmëfinale 2-1 ndaj Apollonisë. Skuadra e Djemve të Detit, e cila fitoi këtë duel, mori avantazhin në rrugën drejt finales së madhe. Tashmë ekipi përfaqësues i qytetit është vetëm një fitore larg finales dhe padyshim që do të luftojë deri në fund për të arritur. Fitoria e Djemve të Detit është mbështetur dhe nga tifozeria që e ka ndjekur në Ramazan Njala, por edhe në rrjetet sociale.